Keni dhimbje gjuri. Kjo recet me spec djegës do ju lerë pa fjalë. Disa nga shkaqet e dhimbjes së gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, bursiti, cistet e gjurit, frakturat e të tjera. Për të lehtësuar dhimbjet, mund të përdorni mjekësinë alternative e cila mund të rezultojë shumë efikase në pjesën më të madhe të rasteve. Për shembull, përdorimi i vajit të kokosit dhe piperit të kuqdjegës mund të ndihmojë më shumë nga sa mund ta keni imagjinuar. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Piperi i kuqdjegës shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit, duke reduktuar dhimbjen dhe entjen. Do ju duhen 2 lugë piperi kuq, 1 lugë vaj ulliri. I përzjeni përbërësit për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikoni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë 2 herë në ditë për 1 javë me radhë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti shumë të fuqishme anti-inflamatore dhe në mënyrë efikase trajton dhimbjet e gjurit. Mjafton të ngrohni 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni në gjuhë duke masazhuar lehtë me duar. E lini të veprojë për disa orë dhe më pas e shplani. Përsëriteni këtë recetë të paktën 2 herë në ditë. Më parë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo recetë që aplikoni, nëse është e përshtatshme për situatat tuaja konkrete. Pasi pjesa më e madhe e tyre janë efikase, por nëse keni acarime të gjunjëve dhe keni edhe prerje të thella të tyre, nuk duhet i përdorni ato pa konsultin e mjekut. Ashtu si çdo makinë, me kalimin e kohës trupatar konsumohen. Gjunjët janë veçanërisht të ndjeshëm për shkak të lëvizjeve dhe presionit. Nyjet janë pikat ku kockat takohen dhe janë të lidhura me njëra tjetrën përmes ligamenteve, tendinave, kërceve dhe muskujve. Nyjet e gjurit janë më të mëdha të trupit të njeriut. Trajtojnë një sasi të madhe të stresit pasi që mundësojnë lëvizjen e trupit dhe mbështesin pjesën e sipërme të trupit. Me kalimin e kohës, kërci në fund të eshtrave që formon bashkimin mund të përkeqësohet dhe të fillojnë edhe të shfaqen gjithashtu dhimbjet e forta të tyre. Këto qese mund të acarohen nëse lëndohen dhe mund të çahen dhe të krijojnë gjithashtu vështirësi në jetën tuaj të përditshme, citon Healthline. Ka shumë shkaqe potenciale të dhimbjeve të gjunjëve. Një gjendje kronike që ndodh kur kërci midis eshtrave është të thyer mund të jetë arsyeja. Artriti reumatoid, një sëmundje autoimune që ndikon në nyjet duke shkaktuar entje, inflamacion i qeskave fluide para ose prapa gjurit. Sëmundjet imunologjike gjithashtu mund të jenë një arsye. Lëndimet ose edhe lëvizjet e tepërta, inflamacioni i tendinave, një formë artriti në të cilën grumbullohet edhe uji. Për fat të mirë për gjunjët tona ka mjete natyrale të cilat mund ta ulin inflamacionin për të lehtësuar dhimbjen. Recetat në këtë video janë të shkëlqyera për të lehtësuar dhimbjet, përmbajnë anti-inflamator dhe analgjezik efektiv. Sipas Brightside, këto janë mënyrat më të mira që në kushte shtëpie mund t'ju ndihmojnë të qetësoni inflamacionet dhe të siguroni një lehtësim më të mirë dhe efektiv të nyjeve tuaja. Speci i kuqdjegës. Speci i djegës është përdorur nga amerikanët për të lehtësuar dhimbjet. Kapsaicina është një substancë kimike e pranishme në përqendrime të ndryshme të speci djegës që lehtëson kështu dhimbjet përmes një shumëllojshmërie të mekanizmave. Së pari, kapsaicin parandalon edhe transmetuesit e dhimbjeve kimike, substancat P, të cilat arrijnë në trup. Së dyti, kur zbatohet, depërton në lëkurë dhe defunksionalizon fibrat që i përgjigjen stimujve gjithashtu dhe dhimbjes. Nëpërmjet lëkurës, kapsaicina parandalon fibrat nervore që ndjejnë dhe transmetojnë dhimbje. Së fundmi, kapsaicin parandalon përhapjen e dhimbjeve në zona të tjera. Një studim i ri përqendruar prej 8% kapsaicin të aplikuar për menaxhimin e dhimbjeve gjeti gjithashtu edhe aplikime në vetëm 1 orë dhe ishte efektiv në reduktimin e dhimbjeve deri në 12 javë. Kapsaicin gjithashtu është efektive kundër inflamacioneve të lëkurës si psoriaza dhe ekzema dhe jep rezultate konkrete pozitive në shëndetin tuaj duke lehtësuar këto komplikacione. Është e rëndësishme që nëse keni dhimbje të gjunjëve ose të kockave, të bëni konsultën më parë me mjekun tuaj dhe më pas të bëni përzgjedhjen e duhur të përshtatshme sipas rastit dhe problemeve të dhimbjeve.
Vetëm në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin e nyjeve dhe të evitoni gjithashtu edhe dhimbjet e tyre. Dhimbjet e gjurit shfaqen kryesisht gjatë natës, mund të preken njerëzit që vuajnë nga artriti. Në raste të tjera, ato shfaqen si pasojë e probleme të nervave të këmbës. Dhimbjet mund të bëhen kronike dhe të ndikojnë në cilësinë e gjumit. Por çfarë shkakton dhimbjen e gjurit gjatë natës? Osteoartriti dhe reumatizma mund të jetë një arsye. Kjo sëmundje autoimunitare mund të shkaktojë dhimbje të forta të gjurit gjatë natës. Shumica prej personave që vuajnë nga këto sëmundje raportojnë dhimbje të forta të gjurit veçanërisht gjatë natës kur trupi fillon të pushon. Simptomat të tjera do të përfshin inflamacion, mungesë të fleksibilitetit dhe vështirësi në lëvizje. Inflamacioni i tendinave mund të jetë një arsye pse ju mund të keni këto dhimbje. Inflamacioni i tendinave prek zakonisht njerëzit të cilët janë mbi peshë ose ato të cilët merren edhe me sporte të ndryshme intensive. Këta njerëz kanë dhimbje të pasershme të gjurit gjatë pjesës së natës, kur trupi është nën pushim. Receta natyrale kundër dhimbjeve të gjurit mund të jenë një zgjidhje në këto raste. Pas aktivitetit fizik, shumica e personave mund të ndjejnë dhimbje. Sipas të dhënave, dhimbja e gjurit si pasojë e artritit mund të kurohet edhe duke rënë në peshë ose duke kryer aktivitete të caktuar fizike. Aktiviteti fizik i bën mirë muskujve përreth gjurit, duke ndihmuar kështu në lehtësimin e inflamacioneve të tyre dhe uljes së dhimbjeve të forta. Kompresat e ngrohta gjithashtu mund të jenë një alternativë e çmuar që mund t'i japin lehtësime të duhura të nyjeve dhe të përmirësojnë edhe strukturën e tyre. Kompresat e ngrohta përmbi gjuhë ndihmojnë në largimin e dhimbjeve në mënyrë natyrale. Kompresat duhet të mbahen në gjuhë për të paktën 15 minuta. Përdorimi i shafranit të Indis në këto raste gjithashtu mund të jetë një ndihmë efektive në shëndetin tuaj dhe të lehtësojë komplikacionet dhe dhimbjet e vazhdueshme. Shafrani i Indis është efikas, po si mund të konsumohet edhe për të zbutur simptomat e artritit dhe dhimbjeve të gjurit. Atë mund ta pini çdo ditë duke shoqëruar me xhenxhefil dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në fuqizimin e nyjeve dhe parandalimin e inflamacioneve të dukshme të tyre. Xhenxhefili. Konsumi i rregullt i xhenxhefilit ofron një zbutje të ndjeshme të dhimbjeve të gjurit gjatë ecjes dhe pushimit të trupit. Zjeni të paktën 1 cm xhenxhefil në një gotë me ujë. Mjekët dhe ekspertët rekomandojnë këto hapa për të parandaluar dhimbjet e gjurit gjatë natës. Sigurohuni të flini në një shtrat të rehatshëm që mundëson pozicione të qeta të gjumit. Mos pini alkool ose kafe përpara gjumit, pasi kështu ato mund të nxisin dhimbjet e saj dhe të shkaktojnë edhe inflamacione të ndryshme. Nëse vuani prej kohësh nga shëndeti i dobët i kockave, duhet të tregojeni të kujdesshëm me ushqyerjen tuaj, pasi vetëm në këtë mënyrë do ta mbani atë të fortë dhe do të evitoni komplikacione të ndryshme. Jo vetëm nyjet ju ndihmojnë në lëvizje, por edhe të qëndroni në këmbë. Kockat gjithashtu ndihmojnë të mbani organet e brendshme delikate të mbrojtura dhe të furnizoni me minerale kyçe si kalciumi dhe fosfori. Ekspertët thonë se ajo që ham dhe aktiviteti që bëjmë gjatë ditës ka ndikime të rëndësishme në shëndetin e kockave. Produktet e qumshtit janë shumë të rëndësishme për të përfshirë në situatat tuaja. Produktet e qumshtit janë të pasura me kalcium, të cilat kontribojnë në strukturën e kockave. Qumshti me pak yndyrë dhe kos janë burime të shkëlqyera të kalciumit. Mjekët deklarojnë se ushqime të tilla janë të pasura me vitamina të tretshme në yndyra, pikërisht vitamina A dhe D. Frutat arrore gjithashtu janë një ndihmë shumë e mirë në strukturën e nyjeve. Frutat arrore përmbajnë pak kalcium që ofron 2 lëndë ushqyese të tjera thelbësore për shëndetin e kockave. Përkatësisht magnezi dhe fosfori. Magnezi ju ndihmon të thithni dhe të mbani kalciumin në kockat tuaja. Fosfori është një komponent kyç i kockave sepse afërsisht 85% e fosforit në organizëm mund të gjendet në këmbë dhe në dhëmbë. Farat gjithashtu janë të pasura me vlera ushqyese të ngjashme me arrat. Farat ju sigurojnë kalcium, magnez dhe fosfor, si dhe përmbajnë fibra dhe acide yndyrore omega-3, të cilat përmbajnë acide të cilat zvogëlojnë kolesterolin, inflamacionin dhe funksionin e qetë të nyjeve tuaja dhe jo vetëm. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.